Hej, përshëndetje, si jeni, mirë se vini në akauntin tonë në Robert Bandana. Para se të fillim këtë video, do doja që të më bëni subscribe dhe të lini komentin tuaj në këtë video dhe të abononi në akauntin tonë tek zilja, të klikoni zilën për më shumë video të reja dhe shumë video të tjera. Tema që unë kisha dëshirë të flisja sot është se çfarë do të bëja unë nëse në 24 orë nuk do të kishte internet fare. Nëse nuk do të ekzistonte interneti fare. E nisim ditën, domethënë, normalisht me pjesën që ne zgjohemi nga gjumi. Okej? E nisim me pjesën që ne jemi zgjuar nga gjumi dhe mucho, baron punën tona. Edhe pa pritur qa është në gjesti dhe ja bo këshu celular. S'ka internet. Mos, që do bëjmë sot. Mi që s'ka internet, por nuk punojnë as celulari. Nuk të punojnë as si lloj gjoje. As si lloj gjoje. Dhe më thënë, nuk thash pa celular, thjesht pa internet. Gjithsesi. Gjoja parë është që do mendoja se si të shtyja ditën për sot. Se si do më shkoj kjo ditë, sot. Dhe do bëja një listë, eksaktësisht një listë të veçantë, se si do më shkonte dita sot. Dhe më thënë, një listë me top 10 gjonat më të mira që unë mund bëja, dhe më thënë të ta shfrytëzoj në maksimum. Iku. Në radhën e parë të listës, do të vendosja të bëja një shëtitje pa celular në xhep. Sepse ne ka marrë pak mend celulari, rrjetet sociale, të shesim mend për klikime, të shesim mend për like, komente më të mira dhe komente fake nga njerëz që nuk e njohim dhe as nuk e njohim dhe kur s'kan për të njohur, përveç se jetës që na shohin nga rrjetet sociale. YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, etj. Anyways, do dilja xhiro. Tek e para fare. Do bëja një xhiro, një shëtitje diku tek rrugë plazhi ose në një natyrë të shumë të qetë, pa zhurmë makinash, pa njerëz dhe as një gjë tjetër përveç se një bidon ujë, një çantë me ushqime dhe një libër. E dyta është që do të çohesha të përgatisja një ushqim prej zeros, ta bëja vetë, pa e porositur, pa sanduiç, pa sufllaqe, pa pica, pa patatina. Thjesht diçka normale, 2 kokra vezë, djath, majonez, 2 feta buk, një bidon ujë. Dhe do të përgatisja, do të vendosja në çantë. E treta është, domethënë po them top 10, domethënë mund të them edhe 8. E treta është do dilja në balkon, do shpresoja që t'ishte diell atë ditë, pa në nëse do ishte shi, do ishte prapë shumë bukur, sa ne ka falë Zoti, por ajo që do bëja më shumë është do kërkoja për diellin, sepse do kisha dëshirë që mbasi çosha mëngjes të ngrohem prej diellit, të jem relax, të rri aty pak një 30 minuta në diell, të kënaqem, të meditoj rreth vetes, rreth jetës time, gjonat që më rrethojnë, të mirat që kam, qia që boj, të meditoj rreth njerëzve që më rrethojnë, sa më dun, sa s'më dun, a e vlerësojnë njerëzit sakt apo jo, a më vlerësojnë mua njerëzit sakt si duhet apo jo, e shumë të tjera. E katërta
lexoja një libër, ta bëja gati, edhe me këtë libër do mendoja se si të shtyja 24 orë, sepse një libër me 200 faqe mund ta lexosh për 24 orë. Është e sigurt 100%. 100%, 100%. Do mendoja, po, për librin, po thoya. Do kisha dëshirë për shembull të lexoja librin, të isha relax. Ti kuku s'kishte makina, se po lexoj gjumë. Edhe e kaq. E katërta është nuk e di, tek e katërta, po. Do mendoja se si mund të bëja një biznes, për shembull si punoj unë tek parfumet. Do mendoja se si mund të bëja një biznes, domethënë që të kisha të ardhura më të larta mujore. Të ardhura më të larta mujore, po thoja, edhe se si mund t'ja nisë prej zeros me rrogat që kemi ne këtu dhe me detyrimet mujore që kemi. Pas kësaj do me ditoja, do me thënë se si mund të hapja një biznes, siç po thoja, që t'ishe e kënaqur në muaj, të kisha një rrogë mujore të mirë, pa i rënë kurkujt në qaf, pa borxhe, dhe me këto të mira që kemi. Alhamdulillah. Edhe ndërsa tjetra, e pesta besoj si ishte, mos gaboj, është që do doja të shkoja të paktën në stërvitje, një orë e gjys, 45 minuta, një orë e gjys, dhe të isha në palestër, të bëja stërvitje, nga stërvitja dhe më thënë të shkoja në tenis ose basketball, edhe të qaroj këtë vitet më nëjmë të më të luaja tenis ose basketball, vetëm ose me njerëz të mitë, kaq. E gjashta mos gaboj, është që do takoja njerëzit që i dua dhe më duan, ato që më mungojnë dhe unë nuk e shpreh, nuk i kam thonë, domethënë, duke nisur nga njerëzit e mi më të afërt, t'i të takoj, pi një kafe, të dalim, të ham diçka. T'ishte koha me diell, relax, qetësi, pa internet, pa celular. Ne e ka marrë kohën të këtë celulare, po na fut në depresion, në ankth. Anyways, e 6-ta mos gaboj, apo e 7-ta? Sa do qofshëm. Mbasi do takoja njerëzit, do hanim diçka, do pinim e tjerë. Do doja të kaloja kohë me veten time për pak dhe do doja të rria pa paktën një orë me veten time në ditë. Ti thoja vetes time që ti bën shumë gjona, je më i miri, ti ke nevojë për Zotin,
ke nevojë për njerëzit që të rrethojnë të mirën. Armiqt, inshallah, i shkatron Zoti armiqtë e mi. Tu nis për atyuni që e kanë mend me m'bo keqe dhe deri te atyuni që e kanë m'bo keqe. Marr shembull që e kanë m'bo keqe. Të meditoja për veten time, të thej vetes time që ti je aft bërë shumë gjona, je më i miri, ti beson Zot, Zoti është gjithçka, ke punuar fort, po punon fort, nuk e ankth, je shumë i aftë për shumë gjona. Elhamdulillah, mashallah. Ke për të arritë shumë gjona, inshallah. Dhe do kesh sukses të vetja jote në jetë, kudo që t'jesh. T'ja thojë vetes time këto të paktën për një orë në ditë. Pse? Sepse duke u marrë me njerëz tjerë, me celulare, me këto, kemi harruar veten tona. Ne kemi harruar veten tonë. E kemi harruar, e kemi shkatruar, duke u menduar për gjona negative, për negativitetin që ne kemi në jetën tonë. E teta nga zgjedhjet e mia është që të kaloja kohë, shumë kohë me familjen time. Të kaloja kohë me njerëzit e mi të dashur. Nuk dua t'i përmend tut sepse janë gjona, janë njerëzit e mi më të dashur dhe janë privatësia ime. Njëna këto janë prindrit. Paktën t'i kisha afër, e di që kjo video së shifet kur deri në fund. Anyways, ti thoja që jeni më të mirët. Shumë faleminderit që keni bërë shumë për mu, për të na arritur ne, si të qofshin ato ditë zeza apo ditë mira. Se më kam thonë njëherë. Edhe nuk do t'ja them njëherë. Thoja që jeni më të mirët, shumë faleminderit. Kaq. Mashallah. E nonta mos ka bëj tani? E nonta është të dilja për shopping, të paktën të kisha një milion lekë në xhep. Fix. 1 milion e pak. 1 milion e pak. Të dile për shopping, të më thamë pëthoja, të ble atlete, të ble gjingse të gjera, shumë të gjera, se i kam shumë qef roba të gjera. Nuk i duat kushta si streqe, si këto pjeshkat që dalin rrugëve. Pjeshka është me, sa? Na fliqët! Anyways, mbas shopping,
dhe doja që të kisha një makinë, të dilja xhiro me makinën, nuk dua muzikë në makinë, dua vetëm të daj një xhiro. Një xhiro, një xhiro relaksi, diku në një rrugë të gjatë, tjetë shu si pyll, mos gaboj, po, shumë kam qef, tjetë rrugë e tendur, e pyll, s'ka makina, tjetë. Po thoja të dilja në makinë, një rrugë gjatë të tendur, shumë të madhe, të më kënaqte shpirtin paktën nga një orë qetësi, larg kafshëve, larg njerëzve, larg makinave, edhe sa më afër natyrës. Unë i du shumë, e dua shumë, domethënë natyrën. Ta kohët e funit ka fillu me dash më shumë. E çuditshme, se nuk është aq e çuditshme se. Edhe e dhjeta të shkruaj në një letër gjithë dëshirat e mia. Gjitha gjonat çfarë unë kam dëshirë, inshallah. Dhe mbasi të realizoja, për shembull të vija vizën. Kjo është jeta. Mos bo si gangster. Jetoj qetë, mos e shih flikën në shtrëmbër, se si dihet si ka nervat e tjetrit. Nuk është punë nervësh, po s'do merr njerëzit me ju, për shembull, shih shtrëmbër. Anyways, sillu mirë me njerëzit që ke afër, duaj, respektoj, duaj prindrit, motrat e vlezrit. Edhe jeni me vetvetja, mos ngulmoni kot tek makinat e shtrenjta, tek droga, tek leku i shpejt. Nuk është jeta ashtu si shihet në për filma dhe në për videoklipa muzikësh. Nuk është ashtu. Kaq kisha unë. Kam edhe shumë të tjera, por nuk na dërkoha me i zjatër, me i shpjegua e tjera. Mos harroni të bëni like, share dhe të lini komentin tuaj eksaktësisht në këtë video. Në rast se kjo video është parë deri në 18 minuta, si është tash kur nuk do shqipet unë e ti, me çfarë thash unë nuk i di kush përveç se kështu që mos harroni të klikoni butonin subscribe ose abonohu ose iskriviti sul mio canale. Don't forget to subscribe me dhe mos harroni të abonoheni dhe të lini subscribe. Jeni më të mirët, edhe unë jam shumë e mirë, po më mirë se mos jetë, që jeni super dhe bombastik fare. Mos harroni subscribe dhe live your life, për mirë flas. Harrosh të lesh edhe like.